Jam I sigurt që I keni dëgjuar lajmet. Udhëtimet shkojnë ters kur harrojmë gjërat bazë. Sot e rregullojmë këtë me 5 rregulla që ju me të vërtet doni t'i ndiqni. Le të numërojmë mbrapsht. Rregulli pis, planifikoni rrugën tuaj dhe ndajeni atë. Tregojini dikujt ku po shkoni dhe kur do të ktheheni. Një mesazh I shpejt mund të shpëtojë orë të tëra shqetësimi dhe të sjellë ndihmë shpejt. Rregulli 4. Paketoni me mençuri, jo rënd, vetëm gjërat thelbësore, ujë, ushqime të lehta, çantë të ndihmës së parë, një shakete e lehtë, një karikues telefoni të besueshëm. Nëse nuk mund ta mbani rehat për një orë, është shumë. Rregulli 3. Respektoni natyrën dhe rregullat lokale. Qëndroni në shtigje, mos lini gjurmë, ndiqni shenjat e shtegut. Kjo e mban vendin të bukur dhe ju mban larg tellasheve. Rregulli 2. Njihni kufit tuaj dhe eçni me ritmin tuaj. Filloni lehtë. Hidratohuni, bëni pushime, kthehuni nëse kushtet ndryshojnë. Të jesh I guximshëm nuk do të thotë të jesh I pamatur. Dhe rregullimin, shoqërohuni. Mos shkoni kur vetëm nëse mund ta shmangni. Një shok shton sigurinë, ndan barën dhe 2 fishon argëtimin. Bonus I shpejt, kontrolloni motin, karikoni telefonin, bani pak para. Këto detaje të vogla bëjnë ndryshime të mëdha. Përmbledhje, planifikoni, paketoni lehtë, respektoni natyrën, eçni me ritmin tuaj. Merrni një shok, ndiqini ato dhe ekskursioni juaj I ardhshëm do të jetë për të mbajtur mend. Histori të mira, kujtime të mrekullueshme, zero drama. Gati për të filluar shtegun? Shkoni dhe bëjeni.